Kryeministri hungarez u kërkon përfituesve të sistemit të mëparshëm të kthejnë vullnetarisht pasuritë që nuk u takojnë. Magjar përmend drejt për drejt 4G dhe blerjen e Vodafone Hungary. Oligarkët dhe jeniçerët e Enerit përfitonin vazhdimisht ndërsa shteti hungarez dhe populli hungarez humnin. 4G është grupi që kontrollon One Albania. Kryeministri hungarez Peter Magjar ka lëshuar një ultimatum të hapur ndaj miliarderëve dhe kompanive që u pasuruan gjatë sistemit të Viktor Orban, duke u kërkuar të kthejnë vullnetarisht paratë dhe pasuritë që sipas tij nuk u takojnë. Në deklaratën e tij Magjar ka përmendur drejt për drejt edhe 4G, grupin hungarez të telekomunikacionit dhe teknologjisë që kontrollon One Albania. Për gjithë ata që si të përkëdhelurit e shtetit kanë krijuar pasuri me vlerë qindra miliarda gjatë një dekade e gjysmë, kam një mesazh: ndiqni shembullin e Duna Asfalt, deklaroi Magjar. Më pas ai e bëri ultimatumin edhe më të qartë: ende kanë mundësi të kthejnë vullnetarisht atë që nuk u takon. Magjar tha se nëse kjo nuk ndodh, shteti do të përdor mjetet ligjore për rikuperimin e parave publike. Ai shtoi se fondet e rikthyera do të përdoren për shëndetësinë, arsimin dhe zhvillimin e bashkive. Në të njëjtën deklaratë, Magjar u ndal posaçërisht te 4G dhe marrëveshja për Vodafone-in e Hungarisë, një prej transaksioneve më të mëdha të telekomunikacionit të viteve të fundit në Hungari. Duke folur për mënyrën se si u zhvilluan këto marrëveshje gjatë sistemit të mëparshëm, Magjar deklaroi se oligarkët dhe jeniçerët e Enerit përfitonin vazhdimisht ndërsa shteti hungarez dhe populli humnin. NER është emërtimi që përdoret në Hungari për sistemin e bashkëpunimit kombëtar, struktura politike dhe ekonomike e ngritur gjatë viteve të qeverisjes së Viktor Orban. Magjar tha se qeveria po shqyrton aktivitetet e 4G-s dhe blerjen e Vodafone, duke e vendosur grupin mes çështjeve që po kontrollohen për marrëdhëniet e krijuara me shtetin gjatë qeverisjes së mëparshme. Fjala e Magjar vjen vetëm pak ditë pasi qeveria hungareze urdhëroi një rishikim të plotë të gjithë kontratave dhe marrëdhënieve të shtetit me 4G. Kontrolli përfshin jo vetëm kontratat shtetërore, por edhe marrëdhëniet financiare dhe pronësore, kredit, garancitë shtetërore, blerjen e Vodafone Hungary, transaksionet e Antena Hungaria dhe marrëveshjet që lidhen me industrinë hungareze të mbrojtjes. Qeveria ka ngarkuar 4 ministri me shqyrtimin e marrëdhënieve ndërmjet shtetit, 4G-s dhe kompanive të kontrolluara drejt për drejt ose tërthorazi prej grupit. 4G u rrit me shpejtësi gjatë viteve të qeverisjes Orban, duke kaluar nga një kompani e teknologjisë së informacionit në një grup të madh me interesa në telekomunikacion, IT, mbrojtje dhe teknologji hapësinore. Sipas të dhënave të publikuara nga qeveria hungareze, kompania kishte marrë kontrata nga institucionet shtetërore që prej viteve 2010. Në vitin 2021, 4G mori pjesë edhe në programin e obligacioneve të Bankës Kombëtare të Hungarisë, përmes të cilit siguroi më shumë se 300 miliard forinta financim. Një prej marrëveshjeve që qeveria Magjar po shqyrton është pikërisht blerja e Vodafone Hungary. Transaksioni u realizua nga 4G së bashku me shtetin hungarez dhe shndroi grupin në një prej aktorëve dominues të telekomunikacionit në vend. Pikërisht për këtë marrëdhënie Magjar përdori formulimin e fortë se oligarkët dhe jeniçerët e Enerit përfitonin vazhdimisht, ndërsa shteti hungarez dhe populli humnin. Ultimatumi i tij mbështetet te rasti Duna Asfalt, kompania e lidhur me biznesmenin Laszlo Dosti. Kompania vendosi të shlyej para kohës së bashku me interesat financimin e marrë për një projekt rrugor në Afrikë. Bëhet fjalë për rreth 400 milion dollar ose mbi 100 miliard forinta. Magjar po u kërkon tani përfituesve të tjerë të sistemit të mëparshëm që të ndjekin të njëjtën rrugë. Përfituesit miliarder të sistemit të mëparshëm kanë ende mundësinë të kthejnë vullnetarisht atë që nuk u takon. Është mesazhi që Magjar përcolli këtë të martë. Çështja e 4G-s ka një lidhje të drejtë për drejtë me Shqipërinë. Grupi hungarez është kompania më me One Albania, pra duket se të lashët do të hapen edhe për filialin shqiptar.